Lezhë ka zgjedhur që muajin e letërsisë t'ia dedikojë poetit kombëtar Gjergj Fishta, një prej figurave më të mëdha të kulturës shqiptare në kuadër të përvjetorit të lindjes së tij. Por ndërsa aktivitetet kanë sjellë një vëmendje të re për figurën e Fishtës, shkrimtarë dhe botues lezhjan theksojnë se nderimi i vërtet duhet të vijë përmes leximit të veprës dhe jo vetëm përmes ceremonive përkujtimore. Shkrimtari Hekuran Koka, kryetari i klubit letrar Ndoc Xhetja, vëren se figura Fishtës shpesh përdoret në mënyrë si përfaqësore, pa njohur në thellësi krijimtarinë e tij. Ka njerë kam frikë që Fishtën, nga që nuk e njohin siç duhet, e përdorin në mënyrën e gabuar, përdorin për gjëra të gabuara, jo pa ato çfarë Fishta përvërson të vërtet. Fishta ka qenë shumë më i madh se sa duan ta bëjnë shumë njerëz sot që flasin për të, që shkruajnë libra për të, që zihen për të, duan ta përvetsojnë është i krainës tonë. Po Fishta nuk është krainor, Fishta është shqiptar, që ka dalë të flasin për Fishtën, dhe ta shohin Fishtën ashtu siç është. Një poet me dimension kombëtar dhe evropian. Më trem kjo e ulën e dimensionit Fishtës në diçka rajonale. Unë besoj që është detyrë e të gjithëve në kuptimin në radhë parë institucioneve të shtetënore që merren me kulturën dhe me librin. Dhe unë aty e kam rezervën shumë të madhe, sepse kur them institucionet e kulturës dhe të librit, ato kanë detyrimin e parë shtetëror e ligjor që në kuptimin dhe në konceptin e punës me librin dhe me kulturën nuk mund të lihet jashtë epiqendrës poeti kombëtar dhe vepra e tij. Të njëjtin shqetësim ndan edhe botuesi Frano Kulli, i cili ka sjellë për publikun kolanën e plotë të veprës së Gjergj Fishtës. Sipas Kullit është mirë që flitet për Fishtën, por më rëndësishme është që të lexohet. Për fat të keq edhe dy objekte të ndërtuara për ta nderuar atë qëndrojnë sot të mbyllura, ndonse duhet të ishin qendra pelegrinazhi kulturor. Shtëpia ku Fishta ka banuar në fëmijërinë e hershme e inauguruar para 4 vjeç dhe një tjetër, një kompleks, po i them, muzeal në vendlindjen e tij, po ashtu i inauguruar me shumë trombeta në 4-5 muaj përpara. Për fat keq të dyja, edhe kjo prej 4 vjeç, edhe kjo tjetër prej 4 muajsh, janë të mbyllura, nuk funksionojnë. Po në fundit, nëse ato ndërtuar, dhe kjo është punë e mirë, nëse ka një projekt në gjuhën fishtiane ku futen dhe këto është një punë gjithsesi e mirë, por kjo nuk vlen ose vlen shumë pak nëse këto qendra nuk kthehen në qendra të një lloji atraksioni kulturor, domethënë qendra e pelegrinazhit kulturor që lidhen me figurën e poetit kombëtar, por gjithashtu shumë më përtej si shërbes për vetë kulturën tonë, për trashëgiminë tonë kulturore. Krijuesit dhe botuesit theksojnë se Gjergj Fishta nuk duhet të mbetet një figurë simbolike e fjalimeve, por një autor që lexohet, debatohet dhe përcillet tek brezat e rinj, si themelues i mendimit letrar dhe kombëtar shqiptar.